Përshëndetje miqtë e mi. Një gjemb i vogël në zemër mund të shkaktojë më shumë dhimbje se sa një gjem në dorë, dhe është më e vështirë për ta hequr. Personazhi i historisë sonë të sotme nuk dinte se si ta ishte gjembin në zemrën e saj, por me kalimin e kohës, dhimbja u qetësua. Madje ajo mendoi se plaga u shërua. Më pas, dikush e ngacmoi atë gjem të fshehur, duke e nxitur personazhin ton të kuptonte nëse mendja, zemra dhe jeta e saj ishin të lira nga prangat. Mami, kush ishte? Ishte sherifi, me letrat e divorcit. Baba yt kërkon që të ndahem. Çfarë? Po përse? Si është e mundur që nuk ka thënë asnjë fjalë? Nuk e di, por as për të na përshëndetur nuk erdhi. Po si mund të na e bëj këtë? Çfarë do të thonë njerëzit tani? Apo nuk e kanë gjuhën e gjatë ata? Sa turp! Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vijnë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 366, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Alo? Ç'kemi Rudi? Babi, ç'kemi? Këto të premte do të vi t'ju marr unë pas shkolle. Dua t'ju çoj në një koncert. Në rregull, por unë nuk mund të vi. Ashtu? Pse? Sepse këtë të premte mbrëma do të kujdesem për një fëmijë. Edhe të shtunën në mbrëmje do dal me një djalë. Të kuptoj. Por kur do të kalojmë pak kohë së bashku? Nuk e di. Fundjavave kam punë me shoqet. Do me thënë nuk e dëshirë të rrim bashk, apo jo? Mos haro, ti na le baba. Ti jeton jetën tënde, ndaj edhe unë dua të jetoj timen. Në rregull. Por kur të duash të më takosh, thjesht më bëj një zile, mirë? Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 17 vjeç kur takoi të atin për herë të fundit. Me kalimin e dekadave, ajo nuk pa asgjë të gabuar në zemrën e tij të ngurtësuar. Kjo është historia që tregon se kush e largoi atë gjem të dhimbshëm. Është dëshmia e vërtetë e një gruaje, që ne do ta quajmë Rudi, dhe që vjen tek ju tani në të lirë nga prangat. Në fëmijëri familja jon ishte shumë e madhe. Unë isha fëmia i madh dhe kisha një vëlla dhe një motër. Ata ishin më të vegjël se unë. Nëna ishte një italiane e vërtet, e fuqishme në dashuri dhe këshill. Ajo jetonte në New York. Puna e saj e ndihmoi baban të merrte një diplomë edhe ai u bë profesor. Më pas ata blen një shtëpi të bukur në periferi të New Jersey-t. Nëna kishte shumë frikë, gjë që u përhap në të gjithë shtëpinë. Ajo shqetësohej për gjithçka. Frika i dha guxim për të na mbrojtur. Do të vi këtë javë oficeri policisë? Oficeri policisë? Po, oficeri policisë. I kam lënë takim që të flas me të gjithë fëmijët e lagjes, sepse mendoj se të gjithë ju duhet të informoheni për drogën. Pse, çfarë ka droga, mami? Droga është e rrezikshme. Polici do t'ju tregoj se si fëmijët joshen nga shashi dhe përfundojnë të vdekur. Në burg ose në ndonjë institucion. Vërtet? Po, vërtet. Droga e dëmton në rënd mendjen. Fëmijët vjedhin dhe bëjnë marrëzire kur janë në efektin e saj. Ndaj duaj që të dini të vërtetën. Për shkak të këshillave të nënës, asnjë nga ne fëmijët nuk mori drogë. Nuk na lejoi as që t'i vinim nofka njëri tjetrit. Ndonjëherë zgjohesha natën dhe dëgjoja prindrit duke u grindur. Me fjalë, jo fizikisht. Edhe kjo më krijonte pasiguri. Besimi ishte i rëndësishëm për familjen tonë. Ndaj ne shkonim çdo javë në kish. Çdo natë drejtoja lutje që i kisha mësuar përmendesh. Kur isha rreth 12 vjeçe, babai zbuloi diçka në radio që na dha një drejtim të ri. Nuk e dija që në radio transmetoheshin programe të Krishtera. Asun, po ti si e more vesh? Isha duke lëvizur stacionet në radio gjatë studimit dhe ndodhi që dëgjova këtë zotëri i cili po fliste për Jezusin. Kështu ndalova dhe e dëgjova më gjatë. Je i sigurt që është i besueshëm? Predikuesi në radio tha që duhet të lexojmë Biblën dhe ta vendosim ne nëse gjërat që ai thot janë të vërteta apo jo. Ndaj mendoj se ka të drejtë. Ejani ta dëgjojmë së bashku këtë program. Jemi të gjithë si një gjë e papastër dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një robe e ndotur. Po fishkemi të gjithë si një gjethe
dhe paudhësit tona na çojnë larg si era. Ky është lajmi i keq, miku im. Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Mos mendo që veprat e mira do të të shpëtojnë. Bibla thot, sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë të vetme, është fajtor në të gjitha. Por shkrimi i mbylli të gjitha gjërat në mëkatin që t'u jepej atyre që besojnë, premtimi prej besimit të Jezus Krishtit. Cili është premtimi? Që Perëndia do t'i falë mëkatet e tua kur të besosh në vdekjen dhe ringjalljen e Jezus Krishtit. Ai vdiq për ty, miku im. Vdiq për mëkatet e mia dhe të tuat. Mëkati që ndron midis teje dhe Perëndisë, dhe vetëm besimi tek vepra e përfunduar e Jezus Krishtit do të shpëtojë. A do të pendohesh për mëkatet e tua edhe të vish te ai sot? Çdo radio në shtëpi ishte akorduar tek ai stacion. Ne zbuluam programin Të lirë nga prangat dhe vendosa alarmin e orës për ta dëgjuar. Gjithashtu porosita broshurat që ata ofronin. Ne fëmijët regjistruam një program të historive të broshurave. Unë ju tregova të gjitha shoqeve të mia për stacionin e Krishter, veçanërisht për programin Të lirë nga prangat. Edhe prindrit e mi u treguan miqve të tyre, por ata u përballën me një reagim të pazakont. I mërzita gratë sot në takim. Pse çfarë ju thej këtë herë? Ju tregova se si mund të kenë një marrëdhënie me Perëndin. Nuk duhet të shkojnë askund tjetër veçse te Jezus Krishti. Dhe disa nga gratë u fyen në rënd. Është mirë të mos flasim për këtë me të tjerët. Por si do ta marrin vesh ata nëse ne nuk ju tregojmë gjë? Mendova se kishe zënë mend nga telefonata tallëse që morëm. Çfarë? Kemi marrë një telefonat tallëse? Po, dikush telefonoi dhe tha se ishte Pietri, i cili po kërkonte palin. Sa gallat. Ashtu duket, por mua nuk më pëlqen kur të tjerët më tallin. Basë është mirë të gjejmë një kish tjetër. Duke dëgjuar radion e Krishterë dhe programin Të lirë nga prangat, kuptova për herë të parë në jetë që shpëtimi vinte vetëm duke besuar tek Jezusi, duke besuar që ai vdiq për mua. Dhe diku rreth moshës 12 vjeçare reshta së besuari që veprat e mira të çojnë në parajs. Dhe besova me zemër që Jezusi e kishte paguar borxhin tim. U pendova për mëkatet dhe rrëfeva besimin tim te Krishti. Pas një farë kohe, ne nuk shkuam më në kish dhe dëgjonim vetëm stacionin e Krishter. Ju thash të gjitha shoqeve të mia ta dëgjonin atë stacion. Rudi, unë shkoj çdo të diel në kish. E di, Diana, por kjo nuk të bën të denj për parajsën. Si mund të ma thuash këtë? Ta them sepse është e vërteta. Dëgjoje programin Të lirë nga prangat. Këtë javë do të transmetohet një histori shumë e bukur. Është një djalë i cili u rrit duke menduar se ishte shpëtuar thjesht sepse shkonte rregullisht në kish, por ai nuk kishte penduar kurrë për mëkatet e tij. Asnjëherë nuk e kishte vendosur besimin plotësisht te Krishti. Por unë besoj tek Jezusi. E di, por a beson vetëm te ai? A je penduar ndonjëherë për mëkatet e tua dhe i ke kërkuar të të shpëtoj? Nuk e di. E shikon, dëgjoje atë stacionin e Krishter që të rekomandova. Aty shpjegohet shumë qartë Ungjilli. Isha në vitin e fundit të shkollës së mesme kur krejt papritur babai na la. Nëna u dëshpërua shumë, po ashtu edhe ne. Nuk dija çfarë të bëja me ndjenjat e mia. Ndihesha e tradhtuar, por përpiqesha ta shmangja këtë. Babai u kthye vetëm një herë, por grindjet vazhduan edhe shumë shpejt u largua sërish. Ky ishte fundi i jetës që kishim dikur. Mendoj se do të më duhet të marr një avokat. Mos do të na duhet të lëvizim që këtu? Shpresoj që jo. Dua të marr kujdesarin tuaj dhe të jetojmë në këtë shtëpi derisa të përfundoni shkollën. Vetëm kaq dua. E po Brianit i duhen 4 vjet që të diplomohet, ndërsa Abit i duhen 5. E di, mos i trego askujt në shkollë për këtë që po ndodh, Rudi. As shoqes time të ngushtë? Nuk dua që të përhapen fjalët dhe fqinjen të na përflasin. Mami, pas disa muajsh unë diplomohem, por nuk dua që babi të vinë në diplomim. Ashtu? Po atëherë, pse e pranove dhuratën e ditëlindjes që ai të dërgoi? Mbase po përpiqet të bindë që të kalosh kohë me të. Mbase, por unë nuk kam kohë për të. Pastaj një baba duhet të kujdeset për fëmijët e tij apo jo? Babai kërkonte pjesën e tij të shtëpisë. Ndaj nëna u detyrua që ta shiste. Sidoqoftë ajo e fitoi kujdestarin ton. Më pas vendosi të jetonim në jug, ku kishim më pak shpenzime, por nuk na eci.
Kështu që u kthyem në New Jersey. Gjithë këto ndryshime patën një ndikim emocional teje të madh tek unë, por vazhdova t'i shtypja ndjenjat e mia. Nëna nuk dinte çfarë të bënte. Ha Rudi, gjeti ndonjë shtëpi të lirë që mund të na e mbaj xhepi? Ja ku është një mami, hidhi një sy. Çmimi është i mirë dhe vendi po ashtu. Mbase tani është shitur. Po të telefonojmë një herë dhe të pyesim, mbase nuk është shitur. Vëllai dhe motra jote do të duhet të ndryshojnë shkollë. E di, por mos u shqetëso. Do t'ja dalin. Çfarë do të bëja unë pa ty, Rudi? Zoti vetë do të ndihmonte të mbijetoje. Ai është gjithnjë me ne, mami. Tani un kam një punë dhe do të qëndroj me ty që të ndihmoj derisa motra dhe vëllai të diplomohen. Nëna e bleu shtëpinë dhe vazhdoi të punonte si recepcioniste për të mbuluar shpenzimet. Nuk dilja me djem dhe gjithnjë shkoja në kish. Ajo ndodhej shumë pranë shtëpisë. Doja që jeta ime të sillte një ndryshim në shtëpinë e Perëndis. Gjithmonë shpërndaja fletushka dhe kart vizita me numrat e stacionit të Krishterë radiofonik, sepse doja që të gjithë të shpëtoheshin. Unë isha 24 vjeçe kur vëllai dhe motra ime u diplomuan. 3 vjet më pas shkova në Kanada për të trajnuar si misionare. Atje njoha Jeffin, një vëllai i cili gjithashtu donte të bëhej misionar. Për Krishtlindje bëra disa biskota dhe çova disa në konviktin e djemve. Jeffi erdhi te konvikti i vajzave për të më falenderuar. Si ndodhi që ti zgjodhe këtë deg të misionit, Rudi? Po ja, në kishën tonë erdhi një misionar dhe ne biseduam për shërbimin në Brazil. Kështu kuptova se ku më donte Perëndia. Besoj se Perëndia ta konfirmoi përgjigjen pasi u lutë, apo jo? Sigurisht që po. Habitem se si disa njerëz marrin vendime pa u lutur edhe pa kërkuar vullnetin e Perëndis. Miqtë e mi ka një stacion të Krishterë radiofonik. Dhe gjithnjë më kanë mësuar këtë parim. Perëndia ka vazhduar ta përforcojë atë me jetën e shumë njerëzve në Bibël. Miqtë e tu kanë një stacion të Krishterë radiofonik? Wow, sa bukur! Po ku e kanë? Në Nebraska, prej nga vije dhe unë. A e di që në moshën 12 vjeçare kam dëgjuar rregullisht stacionin e Krishterë radiofonik në vendin tonë. Më dukej sikur i njihja folësit. Kur dilja nga shtëpia mbaja me vete kart vizita të tyre duke i shpërndarë në restorante edhe në shkollë. Madje edhe në kabina telefonike. Interesante. Një adoleshente ungjilltare. E po, pak a shumë. Unë kam dëshirë të shkoj në Amerikën Jugore. Vërtet? Edhe unë. Do të shkosh në shtëpi për Krishtlindje? Jo, nuk do të shkoj. Së fundmi nëna ime është shpërngulur në Karolinën e Veriut, kështu që do të qëndroj në fjetoren e kishës në New Jersey. E kuptoj. E po, faleminderit edhe një herë për biskotat, Rudi. Kur po kthehesha në shtëpi me një çift tjetër, mësova se Jeffi kishte paguar pjesën time të parave të karburantit. Pikërisht para se mësimi të fillonte, u ktheva në Kanada. Aty pash Jeffin, duke bërë patinazh në liçene dhe biseduam. Disa ditë më vonë, ai la një shënim në kutinë time postare ku më ftonte të shkoja në patinazh me të. Por unë nuk isha e zonja me patinazhin. Po ja del mban shumë mirë. Nëse ti i quan shumë mirë lëvizjet e mia, atëherë wow. Eja, unë do të ecim mbrapsht, ndërsa ti mbau tek dora ime që të ruash ekuilibrin. Por nuk dua që ti të rrëzohesh me mua. Pa me rak se nuk kemi për të rrëzuar. Jeffi, ti je njeri i mirë. E di, Rudi. Po tani dua vetëm të mbaj fort duart e tua, edhe nëse ke vënë doreza. Përveç kësaj, kështu ka mundësinë të shoh më mirë. Kështu më bën mua më nervoze. Nuk ke pse të nervozohesh. Ti thjesht relaksohu dhe bëj qejf. Atë mbrëmje kur dolëm për pica, unë dhe Jeffi biseduam për 2 orë gjysmë. Ne vazhduam të takoheshim. Në grup edhe vetëm për vetëm. Edhe unë fillova të pyesja vete nëse ai ishte njeriu i jetës time. Zot, ti e di cila është më e mira për mua. Unë kam nevojë të më drejtosh në këtë fushë të rëndësishme të jetës time. Nuk dua të martohem pa e ditur me siguri që Jeffi është personi që ti ke zgjedhur për mua. Na drejto në mënyrë që të jemi gjithnjë të gëzuar me vendimet që marrim në jetë. Atë, unë dua që të bëhet vullneti yt. Alo? Mami, si e? E mbajnë mend kur të kam folur për Jeffin? Po si nuk e mbaj mend? Ti ke qenë duke menduar nëse ai është personi i duhur për ty. E ke marrë një vendim tashmë? Sot më thirrën nëpërmjet radiomarsit të brendshëm të institucionit për të shkuar në zyrën e drejtorit.
Kur mbrita atje, drejtori më pyeti nëse kokgdhëja nga Nebraska, domethënë Jeffi, më kishte kërkuar që të martohesha me të. Me të vërtetë e ke? Po pse thuhet kjo fjalë? Çi duhet atij një herë? Dëgjoj se çfarë ndodhi më pas. Unë i thash që nuk e kishte bërë këtë. Kështu që ai thirrri emrin e Jeffit në Radio Marsin e brendshëm që të vinte në zyrën e tij. I gjithë kampi dëgjoi emrat tan, ndaj ata dolën në përfundimet e tyre. E kuptoj. As mua nuk do të më vinte mirë. Kur Jeffi erdhi dhe drejtori i kërkoi të bënte atë që priste prej tij. Kështu që Jeffi më kërkoi të martoheshim. Dhe ti pranove? Po, mami, pranova. Jeffi më do. Qendra e misionit donte të informohej që të mund të planifikonte se ku mund të na dërgonte me mision pasi të mbaronim trajnimin. Do me thonë, tani jeni fejuar. Po, mbase propozimi nuk ishte shumë romantik, por nuk do të doja të ndodhte ndryshe. Ishte një propozim unik. Më bëhet shumë qefi për ty, Rudi. Çdo prind pret me padurim ta shoh të martuar fëmijën e parë. Me qëra fjala, ke menduar se kush do të çojë tek altari? Nuk e di, por babai jo njëherë. Kur e kthej kokën pas tani, më vjen keq që jam treguar aq e ashpër ndaj Timeti. Por ajo që u bë. Ishte marsi i vitit 1988 dhe ne u martuam në gusht. Djali ynë i parë lindi një vit më pas. Ndërkohë ne ishim në fazën tjetër të trajnimit. Më pas shkuam në Manaus të Brazilit për të shërbyer fiseve vendase atje. Djali i dytë lindi në Brazil në vitin 1992 dhe na u dha e drejta për të qëndruar në Brazil si misionar. Shërbyem atje për 10 vjet dhe ktheheshim në shtëpi vetëm në kohën e lejes ose për arsye mjekësore. Në fillim të vitit 2000 Briani më kontaktoi për të më dhënë një lajm shqetësues. Çfarë të tha vëllai zemër? Ndonjë gjë e keqe? Mami im nuk shkon asnjëherë tek mjeku, Jeff. Më në fund ju mbush mendja të shkonte me që bëhej fjalë vetëm për një grafi. Dhe çfarë tregoi grafia? Gjëra jo të mira. Ajo ka një dëmtim në tru. Briani më tha që nëse dua ta shoh mamin para se ajo të vdes. Atëherë bëj mirë të kthehem. Më vjen keq zemër. Bën mirë të nisesh me njëherë. Do të kujdesem unë për djemt. Mendoj se ata mund të qëndrojnë në shtëpinë e Brianit. Ti nuk mund të kujdesesh për djemt edhe për punën në të njëjtën kohë. Rudi, djemt do të qëndrojnë me mua. Ti do t'jesh e zënë duke u kujdesur për nënën tënde. Ai kishte të drejtë. Briani më priti në aeroport. Hëngrëm darkë dhe më tregoi për gjendjen e nënës. Ajo kishte një mas tumorale që i kishte prekur trurin. Për 3 muaj në vazhdim qëndrova atje për të kujdesur për të. Ishte një periudhë e vështirë sepse nëna ishte e dobët dhe nuk mund të fliste mirë. Sa do të doja të flisja me ty. Por ne po flasim. E kam fjalën që vërtet të flisnim edhe të kalonim kohë së bashku. Mos u shqetëso. Kemi gjithë përjetësi në parajs për këtë. Mos je e uritur? Jo, nuk jam. Nejse, ti duhet të hash. Abi po përgatit darkën. Po shkoj të shoh mos ka nevojë për ndihmë. Është e rëndë ta shohësh mama në këtë gjendje. E di, dhe më vjen mirë që ti je këtu me ne. Po përpiqem ta mbaj shtëpinë po aq pastër sa e ka mbajtur ajo deri tani. Por nuk mendoj se i intereson kjo pjesë. Sigurisht që i intereson. Mbrëmjen e shkuar ndihej shumë konfuze. Më tha kontrollo verandën. Edhe kështu ndeza dritën e verandës, më pas tha jo dritën, ndaj e fika dritën. Prap nuk e kisha kuptuar. Vazhdoi të përsëriste të njëjtën gjë dhe u mërzita aq shumë sa i bërtita. E kuptove më pas se çfarë donte? Donte që të mbyllja derën në verandë. I kërkova të falur. Në të vërtetë nuk isha e përgatitur ta shihja në këtë gjendje. Nuk e di si je kaq e fortë, Rudi. Unë nuk isha e fortë, por Jezusi më drejtoi në këtë periudhë rrësire dhe të vështirë. Ndërkohë që javët kalonin dhe shëndeti i nënës rëndohej, aftësia e saj për të arsyetuar dhe kuptuar filloi të dobësohej. Ajo nuk e kuptonte pse unë duhet të shtrihesha për të fjetur natën kur ajo nuk mund të flinte. U bë e fiksuar me ilaçet dhe mendonte se po përpiqesha ta kontrolloja. Ajo më pyeste pse kaloja kohë duke komunikuar me tim shoq. Të paktën ajo e njeh Zotin. E di edhe thot që do ta shohësh pëtimtarin. Ne kemi filluar të lutemi që ai ta marrë atë së shpejti. Më vjen mirë që keni kaluar kohë së bashku. Edhe mua më vjen mirë. Ajo kujtohet gjithnjë të më falenderoj për çdo vakt, Jeff, por kur vjen puna tek ilaçet nuk më beson. Po lutem për ty zemër. Ti je pjesë e një familjeje luftarake. Jeff, është një situatë acaruese, por Perëndia ka punuar me mua.
Një natë u ndjeva e raskapitur dhe sikur nuk kishte më asnjë rrezë shprese. E thirra Perëndin dhe i thash: "Nuk mund të duroj dot më." Perëndia i foli zemrës time dhe tha: "Nuk mund të durosh apo nuk dëshiron të durosh?" Në fakt ai ka të drejtë. Po, edhe më kujtoi këtë varg. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. E vërtet. Perëndia përdor fatkeqësitë për të na bërë më të ngjashëm me Jezusin. Në qershor, kur fundi erdhi dhe nëna shkoi tek Zoti, unë, vëllai dhe motra u gjendëm pranë saj. Dhe kjo ishte një dëshmi që tregoi dashurinë e saj dhe sakrificën që kishte bërë për ne. Disa javë më vonë, Jeffi dhe djemtë erdhën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ishin me leje. Vitin tjetër Abi përgatiti dasmën e saj, që ishte një sfidë tjetër për mua. Rudi, unë dua të jesh në dasmën time, por a je e gatshme të qëndrosh në prani të babit? Çfarë? Si preti që të ulem në të njëjtën tavolinë me të gjatë ceremonisë martesore dhe të sillem sikur nuk ka ndodhur asgjë? Si thua sikur më parë ti bësh një vizitë në Florida? Po bën shaka apo jo? Jo, Rudi, e kam seriozisht. Ka ardhur koha që ta falësh atë. Briani e ka falur. Ndaj dhe ti mundesh. Pastaj, si mund të ndash ungjillin në Brazil kur ti ende nuk e falur baban tënd? Abi, un kam kohë që e kam falur babin. Kto janë thjesht fjalë dhe ti e di shumë mirë. Nëse vërtet do ta kishe falur babin, nuk do ta kishe problem të qëndroje me të në dasmën time. Për gjatë viteve kur dikush më pyeste për baban, përgjigja ime ishte gjithnjë e njëjtë. Nuk e dua, por as nuk e urrej. Pas moshës 17 vjeçare ai nuk ishte më pjesë e jetës time. Nuk ushqeja më ri për të. Të paktën kështu mendoja. Më pas, gjatë një shërbese në Kish në Karolinën e Veriut, predikimi i pastorit ngacmoi hidhërimin tim që e kisha ruajtur brenda meje. A keni mos falje në zemrën tuaj? A ka ndonjë që ju ka lënduar shumë në të shkuarën? Ju mund të mendoni se e keni falur. Por nëse brenda dhe jashtë jush ndodh një ndryshim emocional sapo përmendet emri i tij, atëherë nuk e keni falur. Jezusi tha: "Sepse në qoftë se ju u afalni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'ju afal edhe juve. Por në qoftë se ju nuk ja falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ju afal juve gabimet tuaja." Duhet ta mendoni seriozisht këtë. Gjë e tmerrshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. Mikea kapitulli 9 vargu 8 thot: "O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë." Dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtsinë, të duash mëshirën dhe të ecësh për urtësisht me Perëndin tënd? E doni mëshirën? Po e përsëris, e doni mëshirën? Mendoni pak se sa mëshirë ka treguar Perëndia ndaj jush. Të gjithë ne meritojmë ferrin për mendimet dhe veprat tona. Por Zoti ofron falje nëpërmjet Jezus Krishtit, sepse e derdhi zemërimin e tij mbi birin e tij të vetëm lindur, si shlyerje për mëkatet tona. A ka ndonjë mes nesh që nuk ka mëkatuar ndonjëherë? Nëse jo, atëherë si mund të mos e falni dikë që ju ka lënduar? U largova nga kisha duke menduar për fjalët e pastorit. Më pas lexova kapitullin 18 të Ungjillit të Mateut, ku Jezusi tregoi shëmbulltyrën e mbretit që i fali njërit prej shërbëtorëve të tij një borxh të madh. Ky i fundit rrahu edhe futi në burg një njeri tjetër që i kishte një borxh të vogël. Mbreti e dënoi ashpër për shërbëtorin që nuk fali. Pranova që isha si shërbëtori i parë, që i detyrohej mbretit një shumë të madhe parash. Bisedova me Jeffin për këtë. E vendosi nëse do të shkosh ta takosh baban tënd? Po, mendoj se duhet të shkoj. Do të bësh gjën e duhur. Kam kuptuar që Jezusi vdiq për mua edhe për baban tim. Sa kohë u bë që nga hera e fundit që e ke takuar baban? 22 vjet. Kohë shumë e gjatë. Abi thot se është martuar për të tretën herë. Sa mirë do t'ishte sikur njerëzit të kuptonin se sa e lehtë është të kërkosh dhe t'i bindesh Perëndisë në marrëdhëniet martesore. Ngadalë dhe në mënyrë të dhimbshme Zoti pastronte zemrën time të ligë dhe të pabindur. Kur erdhi dita që të shkoja në Florida, djali im i madh erdhi me mua. Askush nuk na priti në aeroport dhe brenda meje u krijua një qëndrim mosfaljeje. Më pas pashtimat, edhe ai ngriti dorën sikur të ishte duke pyetur: "Ti je vajza që ka kohë që ka humbur?" Më vjen keq që mbërrita vonë, Rudi. Kishte shumë trafik. Nuk ka gjë, babi. Nipi im është ky? Po, nipi yt. Djali tjetër është në shtëpi me Jeffin. Jam shumë i gëzuar që pas kaq shumë vitesh po të takoj sërish. Eja, vëllai dhe motra jote janë këtu në Florida.
po na presin në shtëpi. Kisha filluar të kisha paqe për ti mat. Ishte mrekullueshme. Në tualet vura re që midis gjërave të tjera kishte edhe furça të reja dhëmbësh që ai kishte bler për ne para se të mbërinim. Kjo më preku shumë. Ishte detaj i vogël, por që tregonte se na donte. Ai kishte filluar të kishte probleme me shëndetin dhe e vura re se sa i pafuqishëm ishte kur po ndihmonte vëllain të zëvendësonte pjesët ndarëse të apartamentit. Kur erdhi koha për të kthyer në shtëpi, Perëndia e kishte ndryshuar zemrën time. Babai erdhi të takonte pjesën tjetër të familjes dhe për herë të tretë u takuam në shtëpinë e Brianit. Më pas unë dhe familja ime u kthyem në Brazil. Për 6 vitet në vazhdim nuk patëm shumë kontakte me të. Në vitin 2007 ai u shtrua në spital dhe ne u kthyem në shtëpi me leje. E telefonova disa herë. Si është babai yt zemër? Briani thotë se është në fazën e fundit. Do të shkosh të takosh? Nuk besoj. As Briani nuk do të shkoj. Por a je lutur për këtë? Jo, nuk jam lutur. Duhet ta bësh, Rudi. Perëndia duhet të jetë në kontroll të gjithçkaje në jetën tonë. Po, e di. Nëna jote më pyeti nëse i kisha kërkuar të falur Timeti. Nëna ime e di çfarë do të thotë të jesh në një situatë të tillë. Asnjëherë nuk më kishte shkuar në mendje se duhet ta bëj këtë. Bëj mirë ta telefonoj. Alo? Babi, jam Rudi. Përshëndetje, Rudi. Shpresoj të kesh mundësi që të vish dhe të më takosh. Nuk mendoj se do të mundem, babi. E kemi kohën shumë të zënë para se të kthehemi në Brazil. Të kuptoj. Më telefonoi Briani dhe as ai nuk do të vi. Vetëm Abi ka ardhur. Babi, kam qenë duke menduar, shpresoj që gjithë këto vite që nuk të kemi takuar, të mos kenë qenë tepër të vështira për ty. Në fakt nuk ka qenë e lehtë. Më duke sikur nuk isha zgjedhje tjetër dhe sikur do të çmendesha gjatë kohës që u ndava nga nëna juaj. Më fal nëse të kam lënduar ndonjëherë. Faleminderit, Rudi. Më keni munguar shumë. Po lutem për ty, babi. E di. Edhe kjo më ndihmon shumë. Faleminderit që më telefonove, Rudi. Si përfundim shkova në Florida dhe babai duke i lumtur që më pa. Më tha se jam e bukur. Ky është një kujtim i bukur për mua, madje edhe sot. Drejt fundit ishte nën efektin e morfinës, por prapë mbante veten. Brian i tha që babai nuk do të dorëzohej derisa të ishim të tre atje me të. Kështu që erdhi dhe ai. Edhe të tre në fëmijët ju gjendën pranë babait kur ai u largua për në përjetësi. Puna në Brazil vazhdon. Ne gëzohemi çdo herë që një fis indian i dorëzon jetën Zotit, duke filluar një udhëtim për të mësuar vullnetin dhe qëllimin e Perëndis, njësoj si ne. Unë ndaj dëshminë time që t'ju tregoj të tjerëve hirin e Perëndis. Nëse do të kishit qenë personi i vetëm në tokë, prap Jezusi do të kishte vdekur në kryq për mëkatet tuaja, që t'ju shpëtonte nga dënimi i ferrit. E jani tek ai që të shpëtoheni. Tek letra 2 Korintazve në kapitullin 5 dhe në vargun 21 Bibla thot: sepse atë që nuk njihte mëkate bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Dëgjuesi dashur, ti mund të hedhësh hapin e të pranosh dhuratën e jetës përjetshme të Perëndis, nëse zgjedh të lutesh së bashku me ne tani. Perëndi i dashur, unë besoj se ti dërgove Jezusin të vdiste për mëkatet e mia. E besoj që ai u ringjall dhe jeton në përjetësi. Të falenderoj Zot për faljen tënde. Të falenderoj për sakrificën tënde. Eja në zemrën dhe në jetën time tani dhe më shpëto. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Nëse jeni lutur së bashku me mua edhe ju jeni bërë fëmijë i Perëndisë dhe Bibla premton, të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e Tij. Nëse dëshironi të dini më shumë, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund të dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ndoqët programin me numër 366. Kjo ishte historia e vërtetë e Rudit. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe usoll ngjyrën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.